Arlind, të zura, në Shkodër jemi apo jo? Nuk e dia ke parë atë pjesën e Portokallis kur flet për partitë politike sa lek japin për votuesit, edhe kur vjen puna na përmendin ne, thonë që Arlindi jo vetëm nuk jep lek për vota, po edhe na kërkon 10.000 lekësha. Ç'a ke për të thënë? Po i kanë rënë kokë, do të thënë, ne çdo mbështetësi ton, çdo qytetari i kërkojmë më shumë se votën, i kërkojmë të flas mirë për ne, të angazhohet me ne. Dhe po ashtu nuk kemi as turp të themi një 5.000 lekë vjetër, një 10.000 lekë vjetër sipas mundësisë. Nëse dikush ka mundësi 100.000 lekë vjetra, aq më mirë të na japi sepse është e vetmja mënyrë se si ne bëjmë fushat. Ne besojmë tek demokracia drejt për drejt e kontributi i qytetarëve. Dhe kësaj nuk kemi as gangster me vete, as kriminal që na financojnë, as oligark, as nga shteti që marrin para drejt që ta haj, kështu që vetëm nga qytetarët presin në mënyrë krejt transparente, krejt solidare, shumë vet nga pak lekë. Na mjafton për të bërë një fushat modeste në mjete, por shumë të pasur në ide edhe në pasion. Faleminderit. Kënaqësi.